Mirë mbrëma shikues të nderuar, mirë se u takuam në autoshkollën tonë Autokalemi. Mirë mbrëma dhe përshëndetje nga unë Kaltrina. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj shikim të këndshëm. Ju uroj na shikim të këndshëm në seksionin krahun tim të djathtë, keni çka me pasë. Në seksionin kënejn të mojt e ka djegë edhe Hana. Sigurisht, se me prezencën time këtu si moderatore dhe aktore, besoj që do të ndjeni mirë. Jo veç këtu, po do të ndjeni mirë edhe në shtëpi, se kam mendu këtë sen, kur shkoni pi punës, e nshoni digitronin, e merrni digitronin, e nshoni Autokalemi, keni çka me pa vëlla. Mësuesja mirë të hjek me shkollën. Me qëllim e komorën autoshkollën tonë, se kur të vinë klientat me hinë vozitje, kur e kanë mësuesën e bukur i tërhjek edhe me mësu testin. Testi i ka 900 pyetje. Kur e bën me njëri 900 pyetje me mësue, edhe kur shkon instruktorin e ka ralan, të gry hund, e bën me dhoni me era me marr patent shoferin me parë veç me pa çat më ralanin. E tash e kam bën me marr mësuese, unë të gjitha kategoritë kam, po e kam njet me hinë test edhe herë me provu mos kom harruar ai sen. Hatri mësuesës. Po veç edhe pse të kam koleg me boni gabim të rëcaj. Vallaj kam qef edhe me mërzu, me thonë drejten se unë jam konë ngelq në shkollë të mesme, gjithë shkollë të mesme ble, zakonisht jem shku për hatër një mësuse, se desha një mësuse në bankë parë, dhe veç e sëllë shamal barën qështu. Pse sa vjeti ke pas në klasë 4? Në shkollë të mesme thash, jo të 4. Mirë që më vetë në klasë 4, se në shkollë fillore, jem konë 13 vjetë jem hi në shkollë. E pse ka që ma në klasë të parë? Në klasë parë, jem hi i madhë sepse kisha qef me koma i furti në klasë, me rejke klasën, në ka belagji. Bile 13 vjetë, thash klasë parë. Edhe një 3 vjetë më ka shkru baba me vënes, dhe konë 16 vjetë këm pasë. Edhe mas miri, a konë natë ku. Para me dhe 16 vjetë, kërë në vike mësusja rejthit, më shkej ke langë për guje. Tash si bi bath mija 2 vjetë e gjysë, heqja mësusë drejt të mësusja. Kur ta sheth mija mësusën e thiroj non, shumica e thiroj non mësusën. E kam një koleget katunit, shkova me po ato si parashkollor, kur po shkoj, të i dho gjithë misë. Tha shoj, kolegi, kur ke bo thmi, tha ja është i zimerit, për me mashtru thmin, tha se po kanë. Tash, drejtoria jo në ka bo kusht, mësusja për parashkollor, do të me kanë pak e majme. Nëse kanë thmija me mashtru dyqysh. Kalem që ta mërmenja, e muam të shku si mësuse për fmit vegjel. Ti, për të vogjel, i plëca kushtet edhe për të maj, valoj këgjë shumë, po ma mërmene që venin i këtu të na. Oke, ndrojmë tim. Apo do këse priste ka mardhën e këtu, ta kam zbukuru skenën? Skenën, pak ma ke zbukuru ti, po ma shumë ma ka zbukuru në verë Pajazitit, që cilin e falenderoj shumë, na ka sponsoru për këtë skenë. Jem të nërej që edhe një skenë në Gjermani atje, do të gjerojmë tani në Gjermani, të i bim gjerimet i transmitojmë këtë në Kosovë. Faleminderit e në verë Pajazitit. Faleminderit dhe përshëndetje zotri Enver. E do me thonë une, nuk ka këna e bukur, a? Ti e bukur bëllë, po bashkë po ta qef me ditën, kush ta ka sponsoru ftyrën? Që po ta mërë menja ty? A ma e bukur ftyra jeme, a s'kena jote? Ma e bukur s'kena jam, Gjakovari ka s'no kush nuk e livda mallin e vetë, i dalë zhuga. Edhe unë e kam një të mirë, se s'kena është e jemi, a malli jemi, kur du në 2 natës shkoj e preki. A marrë me a preki ftyre, kësaj ma fut shpull. Unë le që e preki, po me dosht edhe shkej qafi. S'kena është e jemi, e për qafi edhe në verë Pajazitit, se da i ka investu këtu. Le, se kur gjo nuk është këta, kjo edhe në me dosht e për qafi skenën. Ti e për qafë s'kenen kjo, po mundet mu zatet në atëfar orlin, që ka orlin atë të trujt atë në fotografi. Aj, bashkë që të sani këshu. A ki fjallën për që të fatën këto? Po. Ty beftyrën, shumë pa plane paska. Sja ke po trupin Kaltrin se lang për gojet shkon. A e ka me kocka? Trupin a? Trupin këtë, atë pëlqen, ty shu që është pëlqen, me kocka pa kocka? Mu më pëlqen me kocka. A është i hëllaj trash? Këtë trupin e ka vital, këtë për ty i nëzirë kockat, se kockat nuk i ka, po i nëzirë. Leje, bre leje, sone që aty jo më kanë, asë që më ka këshyrë bile. Kë më ka mytë muë, që të ka po ty në emision, të më thirë telefon, kalem që të ma kaltrinin, kalem që të ma kaltrinin, kalem që të ma kaltrinin. Që që kë? Pse bre po rrenë se shpinë në këthuj të kom pas. Po ti aspja shës, së ti kotë sokullit, a i veç për mas i këshyrë qikat. Ma ty hajvan s'ko. Ndrojmë tem, është koha të prezentojmë mësafirin tonë për sonte Kadrije Canollin. Mirë se na erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Kadrije Canollin, mirë se na erdhe. Faleminderit, Kalem, mirë se u gjeta. Faleminderit që e gjithë e derën tonë edhe i përgjigje ftesës se që të ka ardhë me dë që si mesh që tu për lapacu. Na ke zbukuru s'kejnë besa. Faleminderit, po dhe këtë qenë ka shumë e bukur. Po pamin e ka pak si të moshkullit. Edhe unë marova vish me femna. Do të thotu në femër po duk në ty? Po. Po hajtë të boni krasim cili po duku ma moshkull këto? Duke shikuar nga pamja jashtëme,
Po do kënë si femën, a? Po. Qarve Kadri ko shte me hik, me setere, me pantella, me krejt. A vetë o të do këmash ma moshkëll, vish këshyre mirë në strukturë. Po, ma femër po do kështë se Kadria. Po, a? Mirë brava Kadri. Qysh je? Mama, mirë falim direkt, ti mirë? Mirë. Ule qiko, tash përshkojmë me se ku kem te po me ashtë me modesh. Apo na ka të zënë Kadri, pak në pika shkurta me në spjegu se qëfar ndjeni është kur desh në skenë, vish në bikine, kur ke bo sfilat. Po, ka pas raste që normalisht kur prezentohesh spari me bikine, ma ndej edhe me veshje tjera. Pak emocion ke po, sigurisht. Herën e parë. Po, edhe pse, ndoshta në fillim, kur kom hyja asaj rrugë, nuk ka qenë se kom pas shumë për qefi, por me insistimin e familjarve, shoqërisë të rrethit, atëherë kom fillu më marë, edhe ma ndej, kur kom fillu më marë, atëherë mas një kohë kom fillu edhe me dasht, shta që fotografinë edhe sa dhe kam pasion. Të njerë i marë theshin e babrës për pëlqe buri, hajtë se e danë ma vënë, edhe ti. Njerës ka pëlqy shpilot. Pajtona ma thonje. Ka pëlqy hes njëherë, po tani, ta visë më kaltrinës edhe kjo këtë, gjëpi thot veti, ta shpesh herë kom po në fotën bikini të mos filata. Apo ne përshkruun, pak, se si është ndjenja me hecë para publikut, veç në bikini. Nuk du me të rëgu. Nuk donë. Po ndarë, se me zdo shkallaj është, shta shquna e me do shtë i eki pantall, t'ja thonë i ranë, vëqë në brek, dhejtë e rejti, edhe këthejna. Ha që dilë provaja? Po e kësha provu, po Kadri... Po edhe nuk pajtona në me atë gjënë që vetëm nëse zhvish me atëre duk mi bukur. Kaltrina shumë bukur për duke që shto, ma mërmenda që dhe ma bukur se zhvish në Kaltrina, po jo. Derit. Shumicën e rasteve, femnat kur i shenë foto, vish në bikini, duken ma të këqija, pse? Po nuk Gjysën e marra ta mlojnë teshat, mos harra. Da far nej, ko da femne në shtra moj ka krejt, bëva ki veshën teshat shtraj, ta kona me këqyrë. Në gjesin kësi, vetë, latak, kur të në subë, hes një del moshkëll gati krejt. Po, me tha, drejti nuk më pëlqen edhe shumë maskimet, është shumë normale me bo një grem, pse jo, po diçka tepër, edhe sa i përket intervenivem, nëse i bën dikush tjetër, atëherë nuk më kish pengu edhe vetë, po filloj prej vetës, nëse kisha pas diçka najt me dukshme, atëherë pse jo, pse mos me intervenu, e sidomos për njerëzit e skenës, nëse i kish pengu diçka të shumë, atëherë pse jo. Bleona që rejt e ka pas hunën të edin, u dëfke me që hunën për me labë uzën këtu. Shumë e ka pas kryll, tash çfarë femne bukur, mirë është më duk bukur, genta i smoli e ka prish vetin. Te besim dina tha nuk kam as një tro silikona, full i ka buzë. S'mon me full ka të kesh këtu i del silikoni. Po ato janë sene që vrehen ma mërmendja. Po, shumë vrejt, i ka fotot ma të vjetra, pse që shkudzë me rajta. Po prap se prap, jo, do këtë genta bukur, edhe ka qene bukur, po prap do këtë bukur. Bukur do tjetë edhe do të vdes e bukur, është shumë e vërtet. Po pse gent, po ma shtruash, na i kem fotot ma hershme, buzë ma të holla, ma originale, ma e bukur. Tash i ka shumë trasha, shumë duket. E po i pëlqen mu duka ashtë edhe pse jo. Silikon bëjke, jo, silikon ka, ose ka shti silikon, ose ja ka fut një këqen këtu. Edhe pi del shumë të përke, shumë palidhje, po si të qovë, genta është e bukur çdo herë. Te intervenimet ke, nëse diçka ka që të pengon, ban me hik. Po pse jo, nëse është diçka ndonjë emet të dukshme, atëre pse jo, nuk jem këndër. Mila imi ka pas do gishtat komës e dorës, këti ka prejz, do thëtë, Valon Maloki i ka pas dollë një gisht që konë nërkra, dikone ka hik, 2006 në duket, tash të në lumë për fletë, po se që ka ti për në kërqyrë brojlë, po s'kam je bon. Kjo akma e vogër kërë ka prej gishtin Valoni këtu. Mu më dalin thëjt nërkra, mu që diti hiki për çdo javë, po s'ki shka banë. Ki dishka te për ti? Që me hik dishka për vetës? Jo, asgjë. Silikon ski? Jo. Nashta, o të thfullë realve që në epizodën e 50 ose 60 del vetë silikoni. Nuk kom je me rajtë, se silikoni s'le me rajtë. Kadri, Po, apo dolim të projektet pak, ke marrë shumë pjesë në për projekte. po. Unë e marrë shumë qatë të një. Po, kam marrë pjesë në shumë projekte televizive, kom përfaqësu edhe Kosovën edhe jashtë vendit, por tash kisha mi cek vetëm disa prej tyre. E veçoj pjesëmarrjen time në Miss Shqipëria në vitin 2010. Pastaj pjesëmarrjen time në Turqi, po të njëjtin vit, 2010-ën, në Miss Civilization në Boulevard. Atëre me thonë Kadri se ty bëndijune. Unë përshtilët, edhe me gabu njerëzina. Po. E mandi, ka marrë pjesë në projekte tjera, televizive edhe këtu në Kosovë, edhe njëne që kisha me veçu ta që shpesmarja ime në projektin Tigrat.
ku kam pas rolin e aktorës aty, edhe vetë fakti që kam qenë ndoshta në mesin e aktorëve, një ndër aktorëve më të mirë, shqiptar, më me thonë, ka bu më një jashtëzakonisht mirë. Edhe është eksperiencë e pa harruar. Tash je prezantuese në emisionit këtu, më duket. Po, tash jam edhe prezantuese, do me thonë jam e profilizuar në këtë fushë, se unë e kom përfunduar dhe fakultetin e gazetarisë, po tash jam në emisionin Telebengo, e kështu. Apo bëni mashtrime si Naimi më herët që bëjke? Jo, nuk bëjna mashtrime, është gjithçka transparente aty, është direkt, kështu që nuk ka vend për mashtrime asnjëherë. Aktrimi do të thotë ty të pëlqen aktrimi, ja? Po, më Gazetaria po pëlqen. të përbëj, keni diksion në gazetari për më duket. Po, kemi diksion. Kush jep? Po, kemi pas ma herët, unë e kom përfundu shumë ma herët. Shumë ma herë diksion. Po kemi pas Ilir Tafa, për ndryshe, kom pas profesor. E përshëndes nëse na shikon tash. E livdojnë si profesor të diksionit. Po, është profesor shumë. Numër në është, nërë Petru, si tani mas ti nuk e di. Veqëlirë është i fort. Koj, tash t'jen të aktrimi. A ke po që shpëdeshën s'ken për pare? Shota Baralio, s'ken atë zetë, aja, që ka jam në qika, Tauta Krasniqi, tash nëse të kishë ofru një rol ty me shumë pare, veç film serios, film me projektet më dhoja. Po. Me të ofru një rol bagi paret më dhoja, me të kadriki me lujt një sken erotike. A kështë pranu? Për hatër të dashurisë ndaj artit. Jo, as atëherë jo. S'kështë pranu, a? Jo. Valla me kadri, nga shka vata, këtë për pak pare kësha pranu baki. Po thua, ju mashkit nuk e keni problema. Nuk na kap kam. Në kohën e sotit nuk e kam problema as femrat, nëse tama me dënë atë fush, atëherë je në gjendje me buq mas, unë nuk është arsyeja pse nuk e dua aktrimin, por nuk e di, nuk isha shku deri në atë mas, që me dalja zhvetës. Se nëse nuk i përket asaj kategoria të karakterit, atëherë nuk mund është me ndryshu. Me dalja zhvetës e gjithmonë del keq. Del falc. Edhe dikush do të me bon, kadri se tash sa së ne bojnë, a moshko me moshko, se del filmi i hu kuptimi pa. Me kone pamën të mirë, për shambull. Me cilën aktorin i mas mirë në skenë, se kur ke morë pjesën e përgjërime? Ka pas shumë, po me gjithë ata që po kam pas bashkëpunime, jem dashur me kënaqje dhe jem një shumë mirë. Cila aktor ka bo me qesh mas shumë të, se zakonisht janë da që sunë nol vetin të kesh gjatë gjerime? Po, me qeshëm ka bo mas shumë të Fatosi, aje nuk diskutohet, se aje dhe me pas që sharak, e leje mua me bashkëpunu me të. I mirë shumë. Aje shumë i mirë, po. Me në Serafunën atë kara me punu? Po, dhe me Naserin, po, dhe aje është jashtëzakonisht i mirë. A ke pas probleme të me mësu skenarin? Probleme me mësu skenarin nuk kom pas, vetëm një herë më kujtohet, kur ka qenë një skenar në gjuhën serbe, kom pas një pjesë në rolin e Dragicës, atëre kom pas shumë vështirë. Disa herë dash me përsërit, ja sam Dragica e tekste kështu tankohen të e mësu po dhe natën. Edhe më kujtohet që ndoshta që ka qenë vetëm pjesë ku e kom pas vështirë. Me më thirë tërë dikush dragistim në herë të këtë, apo ke po, atë ka metë të edhe se dëmë thirën, po, shumë. Emën i mirë, Dragica. E ke jeshu edhe emënin. Qëfar emën e ke shku kësojna? Dhe po ti që thojnë, sërbisht e bukur, më ndokë. Po e vërtet që e qka e për. Përqenë ma shumë film, ja komedia? Filma të sërja qenë? Jo, s'pëdim varet. Nëse une isha përcaktuar, atëherë e kisha gjithë normal. Një film serios, po. Me Van Damme, me lutë. Po, me Van Damme në aksion. Me që ki qeni në kima zërë se vëra është sosësh. Po, Këtë shënja du të me shku shpe. Përveç gjitha këtu në aktivitete që i din, edhe që mirë është me tu adin me këndu. Me këndu, po nëse dënë mundëm me provu, pse jo? Cëllën kongë është me provu pa instrumente? Pa instrumente? Cëllën kongë, nuk po di, hajtë një kongë ti? Sa nuk marrë vesh në muzikë? Jo, a? Hiq. I të soft jam. Cëllën dhe di mas mirë i ti kënëjnë jam. Hiç nuk më kujtohet për momentin. Zone nuk është që nuk më shkon. Qëfar i di jo në ty së din, për shamë tali kora zonë jasirët, kongën e mujës. Hajtë thujen, ndoshta dhe i di. Treza Vlocës, ja se din. Po thua, hajtë provoj. Zbesaj, në luj shakon. Ape mërvesh? Mirë për lujshë me nota, bravo, po pëlqem. Vizë zonin është zërë me kuptu salinë e Ferizin. Thoa porzet me këndu, që këndujmë? Unë e s'di, për me vazhujmë mësëm leon është, ndështë që o me vazhujmë. Se për shë për të mërgjumi ka herë për të hopet të dhe guja. Po, me këndu, që këndujmë? Unë e s'di, për me vazhujmë mësëm leon është, ndështë që o me vazhujmë. Se për shë për të mërgjumi ka herë për të hopet të dhe guja. Po, me këndu, që këndujmë? Unë e s'di, për me vazhujmë mësëm leon është, ndështë që o me vazhujmë.
Po, valla si jam zgju herët edhe zakonisht unë e zgjona shumë herët. Edhe me thonë drejtën sonte jam shumë me pak gjëm. Që tash këtë kryet emisioni shkojmë flajmë bashkë se edhe në zero. Po, E morëm edhe kaltrinën. E morëm edhe kaltrinën. Po, Kjo ka kaltrinën. shumë. Cilat sportet pëlqejnë Kadrije? Sportën pëlqen noti prej sportën. Noti. Po, noti. Edhe tu- mezi po pras më ardh vera, tamam me prijetu kështë në deti. A rën shumë deti? Po, vallari. Një muj, 2. Jo, 2 muaj jo, ajo s'ka ndodhë, po gjatë verës shkoj disa herë. Shkoj disa herë, se po jam e nxanë edhe nuk po më premton koha, me najtë. A di që të ranon nga pi ujtë. Unë e vish pitu të sharraj funosi, klap tak. Po, a? Po, nuk e di pse. Tash kena me vetë se zakonisht a ke po vipat kur dalin skenë para skenës, unë e baj kështu, unë e kështu jetën e kam qelë, rajnë krejt. A një jetën e katunit heq Kadrije? Jetën e katunit, po e një se na gjithë e kemi nga një prejardhje, edhe besoj që gjithë jemi katunar. A pse ku dun fjalët mia? Shumë jena të fol bisedë sinqert. Pa tjetër, Këtë një. po pa tjetër. Atë ka ra mola me kusin tash si mesne, se kujtojnë ta që misat janë, kanë pikë prej qilit. Edhe femrat e bukura, inteligjente, të shkollume, edhe të popularizume. Atë ka ra në herë mola me kusin Kadri. Prit mendoj. Mendoj, veç unë po ta spjegoj pak përpara, që mos më t'la me rrejt hecë kur genta si rrejti. Mas lufte, 10 vjet mas lufte, hekëna pas 2 me rrymë, 10 pa rrymë. Ty besa nxej bolere, mund nxej ftofke. Ketë mësusat vishin shkollë era njerëz të palanës, s'ka pas, o do ke mola me kusi. Ma më rëmene që edhe ti ke pas kësi raste. Mendo mirë. Po, kur kanë qenë reduktimet e rrymës, po besoj që shumë shpesh kemi mecet e pa ujë krejtë dhe atëherë është dash detyrimisht për me bo zgjidhje, normal. O do ke na laj ke ba baren, a ke pas kur a e la me po cër kataz, e ke marru bakallën ose ke prej shishën, s'ke pas çore. Jo me bakall. Bravo, sa sinqert. Do të thot mos të harrojnë ata që po shiten busa se si profesorat, sikur gjithë strada janë la me kusi. Edhe që kjo dorë shpesh hera me të palase me djatën. Po, Edhe sun lahesh mirë vallaj se një kusis del, me marr 2-3 si gjenazët nuk ka hije. A din me mirë lupën Kadri? ndoshta kisha ditë, po nuk e kum provu. Nuk është zërë. E ke provu ti, a? Lupën a kum provu me mjel edhe në që ke baba të lëp, ja shetë shatamlin tinza. I mosh rashitat fu, kur vi kanona e ke s'po qetë lupa ka nalë tamlin. E ka nalë të shrit tamlin tinzane. A djathja të pëlqen? Djathi? I dhis, i delmës, i bollicës, i lupës. A ke kërku në janë? Po, bilmetin përgjithësi kështu shumë e konsumoj dhe normalisht është shumë i shëndetshëm edhe normal që më pëlqen. Po. Shko blejet, ka të zojtë tash në cëllin market, djathë dhënve lupe. Po. Edhe provoj e ti, mush me nejtë pa thonë që. Zdo a kësha mbleje, ho bukën me qaj djathë dhënë. Shumë është i mire, kom pos, para lufte këna pos dhënë, djathë i fort me altis më shumë e shpu. Edhe me mujtë me gjithë tamël bollicës, po s'ka. A ke pitë në obën bollicës? Jo, nuk kom pi. E ba mazën e fort. Une kam i të bu do misa që sjell ato më herët që kanë qenë, mi qitë ka pak para me shku në Karish me blej bollicë, e mjellë më renë. Ani njare për dash ka më mësu, pra Jo, unë e mjellë, jo më këshërni. Edhe e mjellë me renë, e morëm me vlojmë tamlin, e lojmë uftovë dhe në savak që shka da ba mazën, me tërfor këtë plej hitësën e shpën. Apo më ka të zënë qka din me pregadit për ushqimit të shpis të shka. Për ushqimit shpis, po më përgjësi i ditë gjitha. Din me pregadit, din me qitë fli, din me qitë pasull, pas ke me fështu burën. Vala po. Lumja qitë ka na fakë. Na kena pak munges të ushqimit, me mujtë me gjithë na i nuse që din, numër e telefon. A ne atëre do është mësu vetë, pra. Mësu vetë. Jetu njëtë për mduket pak. Vala pak po, se pas ke bo këto pak ftoft. Pak është ftoft, se në zetë është për jashtë tak të ftofët. Në që dënë të abim edhe... E qëta se kam shumë a mirë. Ty apo të nërtën kom ta kretë. Kretë trupi edhe kur të nërtën kom nërtë ke trupi. Në rrë ka pak herë që të kënej herë kënej. A di mi grobi ciklës, Kadri? Po, di. A ke hik dhe e mësu? Jo, nuk kom hek se që shë vogël e kom përdorë shumë edhe se kom pas problem. Këti kjera a ke lukur e ko e vogël? Po. Bravo. Edhe kom lujt me djemë të mahalës edhe gjithmonë i fitoj shakrejt. A jam mërë se këli kjerin? Po, normal. A ke hangar ka një plomë, që thoi me s'ta plomë, a ke... E që ke për plama, po. Mos ha plomë, mos ha Jo, gjesht. s'kam bo hile. S'ke bo hile kura? Ja, s'bo hile, one. A di me gju drejt? Drejt në pik. Po një me? Po.
Aja thaj, a ke bëma akin me thyk likerin, e me fuqi. Unë ja thaj shatë ten. Jo s'po më kujtohet që ke detaj. Qka ke pas qef kër e ko vogël më bo kur të rritesh? A ke pas të ndër, dvequne? Po, kur kam qenë e vogël, gjithmonë sa herë kemi lujtën, kështu me shoqe e kom provu veten si moderatore dhe atëherë për zakonisht emisione të rritërme, jo muzika, jo kështë. Në garderoba shpenzën shumë, se përshët që ko ke ardhë halësët. Në garderobë shumë shpenzaj tepër. Nuk e di që ka dikush ma tepër se unë, kam edhe si smundje kështë e quj. Mire e bojë Jem shumë vezvese, valla po. Unë për vetin një Po, unë punoj vetë kështu që nuk e besoj që kom e pas probleme dhe personin e fjallë. Një që nuk se sënë e majë në për veti se kushton. Ja, një par kulli e blina në 5 vjetë, 6 vjetë, edhe si modelit forë që gunjas me hetë gjithë ditën së një shkynë. A ishte pajtu se e kena një plakë, këto, e cila po na ban humor së të javë. Na kalli shtosa. Eftojmë plakën e skenë. Hajde, Luke. Falë ma shumë se s'për një, Luke. Të pas ka shtjerë zonë, di shka sëtë? Mirë, brava. Të pas ka shërëllu të fani. Ma, sa plakë ke bukur qenke. O, shumë e bukur, o që të dilë para neve. Mas pori emrin bë emrin se vish plakë, po ta di. Melisa Hamitoga. Hamitoga, qëre Melisa emën i ri. Na ke knot shtosa javën e kalune. A ka mundësime na ka dhu shtosa në këtë javë? Vetëm shka dush. Keti dina? Ketë. Shka banë shqiptari kur shkan hanë? Shqiptar han. Kush mundet me mujtë për shemull një njeri që fletë shumë? Shurdhani. Apo pajtoni jo? Si quat njeri jo që e përdor fenin e flugëve? Fenomen. Fenomen, oho. E për shemull si quat nona që e fëmis gji? Nagji. Nagji, ja? Si e quajnë kalin, kërja veshin edhe një veshje? Kalavesh. Kalavesh kanë, ja? Si e quajnë minin kër eshtin mikraval? Minival. Më të kesh, a më që është të ajo? E, kalëzëna pse ajerin sabah është shumë maj ftëft. Pse ka nejton natën jashtë. Ku me merë më këta shtosat e na myte. E, shefin që i qetë punëtorët prej punë shpesh që shquat? Shef qetë. Ujku që janë fara, që shuhet? Farok. Farok. Që shuhet miza kërë në ram? Ramiz. Po me kom femën ramize. A vën, a fshet që edhe në po di shtusa. E, ka të zëmë luke të ashte, na të kujtona që parë kujtemi avon. Pse e quajnë deti i zi? Detin e zi, apo? Po, pse e quajnë detin e zi, po? Se e mbanë zi për detin e vdekur. Plak e meqme. Para se që kemi na i thotë dhe fjallë shumë të meqme, që i rrenë shqiptarët mas shumë ti, kur shkojsh babit i thu, telefona kime full. Ku? I thu me na i bon garancionin ty, mu edhe këto në Zvicër, me shku me bu humër. Mos harra. Edhe na i thu një tri, a përshëndesim. Po, e përshëndes babajnë tim i cili quhet Rëshdi Hamitoga dhe i tregoj se e dua shumë dhe i them se du ta falenderoj shumë për përkrahjen e tij që më ka dhuruar deri më tani. Tani e falenderojmë edhe për nëse na i bën vizat. Na i përgatit na i mbrojmë në Zvicër. Edhe tash më na i thon si plak ti tri rrenat zakonisht që i përdorin shqiptarët më shumë ti këtu në Kosovë. Tri rrenat më të mëdha, unë di shumë, po tri rrenat më të mëdha e di që janë me gzim po shkojnë në punë. Mas po, e rrenë këtë shqiptar. Me gzim po shkojnë punë, se s'shkojnë me gzim punë. Ne. E dyta? Kam bë qef kur jam konë në ushtri, jam knaq. Rrenë krejt, valoj, se dhe këty sharrojnë lëq. Këputën. A ke po kërë vinë kjo shtri zajf, 2 fish, edhe rrisin menen. Pak. Treta? E treta, e kam marrë gruan e ndershme. Do të thotë që rallë që dojnë ata që i marrin gratë të ndershme. Luke, përshëndesin shumë, a dhe më na ardhja javën tjetër. Po vi. Ushtroj foret fort. Që e kemë në i bjondin të sakatojna. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Na ka kënoq ploka. Po, vërtet ishte shumë e mirë. Nëse kem të katuni, mos t'i ikëm edhe disa pyetje. A e pin çajin e rusit? Çajin e rusit, po, e pi nga njëherë. Nuk është pse e pi shumë shpesh, po nga njëherë po.
Në banja kur të pastruash, a ngon muzikë? Po, me dëgjaj muzikë, a me këndu vetë jo asë njëherë. Çfarë muzikë ngon se den, çfarë dush? Po, më varet prej momentit, prej rastit. Më varet edhe që kam disponimin. Unë zakonisht të ngoj Mahmut Feratin edhe Riza Bllacën. Pa ta nuk lohna kur, po kur ta ngoj Mahmutin nuk di më fërku mirë, nuk e di pse s'm pes morë. Se? Se di ja përzinj me shiretin ka pak, që me të rizohet në tele rejhaj, vang, në të fërku shpej ka mirë. Pjala rënën e të full pak edhe kësja kaminati, Kaltrinës, se ka disa pyetje serioze rreth komunikacionit. Po, Kaltrina, vetë murë, Kush të vjen të na musafir, e kemi për detyrë të flasim rreth komunikacionit. Pra dhe ty, do t'i bëjmë disa pyetje. A ke patent shofer? Po. Që sa vite vozit? Voziti që 8 vite. A të ka ndodhë ndonjëherë me shkel shpesh rregullat e komunikacionit? Po, më ka ndodhë kërkom vozit, po. A të ka falë ndonjëherë ndaj polic dënimin? Po, më kujtohet në rast rrugës për Gjilani, dikur ma patëm falë, se u patakojnë shpecit madhe. Kadrije, a ke vëzit kërë automatik apo manuel? Po, 2 ati këm provu. Aksident një me ke pos në herë? Aksident jo. Kur Në heq? lëzotin, asë në janë mësë me pas, asë njone. Për çka vit ke fobi? Fobi, nasha prej zjarit. Po di që pikuna mutut. Po, normal, prej atit furtit. Po, s'ka s'len vend. Prej në altësisë stutësh jo. Jo. Harrova me të veç çfarë parfimi përdor. One, parfumin që e kam qëtash, se kam Dolce Gabbana dhe One. Erën e Atë man. pëlqen ajo? A ban me tani erën pak kadri. A e pistash me Po, veti? se asë manina. Veç, ja, marrët kuft, me se s'pas ka erë. Ku ishet ti këtu në kom dorë? Jo, që. Ja, pa tas po vjen mëre, shko buhum. Ma të fort pa to si E parfimin po sa ti. shumë i fol parfimin ashta ta ka up, kështu. Ku kadri në Gjermaniti, se dhja e konë, po shkeshmi me vjedh me shok. Parfim. Parfim, ma të shtrajtin, 500 euro, bum, 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 bum. Qa di që qesha parfim, as qafkat nuk uzeshin mirane për më halë teme. Në toki që t'ke. Po, a. Qa që erën e ka pos fort, qatë sun leshin një avë qatë e më halës. E tash, çfarë parfumi për përdor? Mos ja fut kot. Po ku ka si parfimi? Që e ka tonar ka. A mëso me parfima e qetë 2 herë, dhe tash të në gjep, ja hupe erën. Parfimat fort, në Gjermani ki, erën e pas ka shumë mirë, dishta me të zë e botë, po dhe për me api era patusit pak. Nashta që e keni pastru tash. Tash plaka e përfundoj humorin, kadri. Po, Tash e kemi edhe një plak që na bë humor këtu kanë. mirë. A shkojmë edhe me një pikë të presim. humorit. Marketing. Maravo, vërqika, e një loda që shenja. Mirë mra, mor nane. Deshta me të vetë vërqika, në shkur si gjermanishtë që to. Po bashkë këto është. Pse qa po duhet ty? Po kam qef humor me hinë kurs për gjermanisht në ashta me spjellon të shkretin. Sa ki gjitë në plak me letra? Plok, ja po të ri, si kur ti qështu. Par floke. Hajde urna, ta bojmë një test ta shohim a di najtru gjermanishtë. S'ka problem heq. Po që shenja një shnësh. Mirë. Shë që e boqët. Nga, Hol. unë e flas shqip. Ti përgjigjen ma këthen gjermanisht. Ka një problem. O. Unë shkruaj një letër. Unë gjermanisht me full. Po, ti përgjigjesh unë në shqip, ti përgjigjesh gjermanisht. Qysh ke une? Unë shkruaj një letër. I schreiben eine Brief. Unë lexoj. I lesen. Unë pi qaj. I trinken Tee. Dë boft mirë, Dankeschön. bitë shën. Unë pi qaj me limon. I trinken Tee mit Zitrone. Unë pi uj mineral. I trinken Mineralwasser. Ka dëri s'ka. Boza ka shkel Evropën. Këtu bëhet një parti. Hier ist meine Party. Eine Party. Nee, meine. O, të si për parti të eq. Po tash, se dihet. Vini nga Amerika? Kommen Sie aus Amerika? Ka dëri s'ka, gja ka shkel Amerikën më ti. Familja ime është këto. Unë me thonë gjermanisht. Po, gjermanisht. Meine Familie ist hier. Nuk është këto, po, nejse.
Hajtë thumi ditë e javës. E hanë martë e mërkura e të pram të shtu në dilë. Gjermanisht. A, gjermanisht. Po në gjajë, sëftore e këshruda, qëfar tek pjën tek subota i një gjela. O jo sërbisht, po gjermanisht. Falë se mu kanë përzi ushtarë, kërë më konë, më të më pasu sërbisht në krejtë. Hajtë thumi mujtë e vitit. Gjermanisht, ha? Po, Mujtë e gjermanisht. vitit. Sti qenë luti mazhes, këfi qenë, maj, juli, qërvjes, lipjes, shërpen, pazonik, listopad, grugjinë. O, shpo mje keq, ti ra pe provimit. Po, hajde javën tjetër e provo fatin, ndështë e kalan. Faleminderit, ka keq i ke mirë, ju përshëndes në hapat sigurt, në njërë vertikale, jo horizontale, pjetase, asesi. I hingen ma një cungën, i hingen ma një libën, i ma një jungën, më në tak, din stak, a një vohën. A një minutën hatë 60 sekunda. Ju përshëndes ty, adhetar të nderuar, në hapat sigurt, në njërë horizontale, vertikale, pjetase, asesi. Më falaq, ti po deshe shumë gjuhë, veç. Ma e dorën pak. E ka shkilagja Evropën, javën tjetër e këto. Po, këto jam. Mirë se vjen. Mirë po. Mirë pafshim. Hajt. U këthujme dhe pas blogut të partë e marketingut, shpresoj se ju pëlqej humori. A unë i të mirë, Kadri? Po, gjithçka ishte shumë mirë, gjatë këtyre minutave që qëndrova me juve, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, besoj që do shihemi prapë edhe ndonjëherë tjetër. Nëse jonë këtë emisionet e ardhshme. Kismet, po, mos të harrojmë se e kam fillu edhe një emision, VIP Fitness, po me Kaltrinë e keni, mirë që shkruan ato, VIP Fitness Kaltrina Veseli. Është epizoda parë, çdo javë shtim në YouTube. Që shunite me plakin për fund, shka se jenë në minutat e fundit të emisionit. Mirë shumë kalem. Po që mos të që këtë mira. Përgjësi edhe me Kadrijan, faleminderit Kadrija. Faleminderit edhe Jemi ardhur edhe hera tjera. Shumë faleminderit. Bile do ku ma shpesh, dëshme na bo ma happy pak, si edhe publikon është edhe mu. Shikus të ndëruar, jemi edhe në fund të emisionit, ka që ke person të shifemi javën tjetër. Natën e mirë.